Përshëndetje. Mosha e tretë nuk u përgatit për internetin. Nuk pati manual, nuk pati trajnim, nuk pati update, thjesht ndodhi. Një ditë telefoni u bë smart dhe jeta u bë më e komplikuar. Dikush tha merre se është e thjeshtë. Dhe aty filloi e gjithë aventura. Interneti për të moshuarit nuk është teknologji. Është territor i panjohur. Një vend ku njerëzit flasin shpejt, reagojnë menjëherë dhe zhduken po aq shpejt. Por megjithatë, ai ndërhyn, sepse jashtë këtij territori është edhe më bosh. E para, vetmia nuk bërtet. Interneti po. Vetmia në moshën e tretë nuk ka dramë hollywoodiane, nuk ka lot të mëdhenj. Është e qetë, e rregullt, gati e edukuar. Rri në një cep. Interneti e prish këtë qetësi. Bën shumë, jep ndjesinë se diçka po ndodh. Një video, një mesazh, një mirëmëngjes nga dikush që s'e ke parë kurrë. Psikologjikisht, kjo mjafton për të aktivizuar ndjenjen e përkatësisë. Truri nuk pyet nëse lidhja është e thellë, vetëm pyet, a jam vetëm? Dhe shpesh përgjigjja është jo. Jam online. E dyta, telefoni si shoqërues emocional. Për të rinj, telefoni është lodër, mjet, zakon. Për të moshuarin është shoqërues. Është aty kur nuk ka njeri. Është zëri kur s'ka bisedë. Është dritare kur dera nuk hapet më shpesh. Ironia është se teknologjia që u krijua për shpejtësi, për moshën e tretë, shndrohet në ngushëllim. Dhe një video pa kuptim dhe një debat absurd për trurin dhe funksion si stimul social. Problemi fillon kur kjo bëhet burim i vetëm i kontaktit. Interneti nuk të njeh si njeri, të njeh si reagim, dhe i moshuari reagon emocionalisht më fort, jo sepse është më i dobët, por sepse ka jetuar. Nostalgjia, frika shëndetësore, padrejtësia, morali, dikur ishte më mirë. Algoritmi i dhuron këto, i shërben pa pushim dhe i servir me bindje absolute. Një video sjell tjetrën, një lajm i frikshëm sjell 10 të tjerë, dhe pa e kuptuar realitetin, fillon të duket më i errët se ç'është. Jo sepse bota është më e keqe, por sepse ekrani është më selektiv. E katërta, e ka thënë interneti, autoriteti i ri. Brezi i moshës së tretë është rritur me libra, mjek, autoritet real. Kur dikush fliste, zakonisht kishte përgjegjësi. Interneti e kopjon këtë formë, por jo përmbajtje. Një person me bluzë të bardhë, një zë i sigurt, një fjali e prerë, mjafton. Filtri kritik lodhet, jo nga padituria, por nga besimi. Këtu linde edhe ai besimi naiv, jo sepse i moshuari është naiv, por sepse interneti është i pandershëm. E pesta, konflikti ndërbrezëror, ironia që dhemb. Një nga gabimet më të mëdha psikologjike është mënyra si të rinjt u flasin të moshuarve për internetin, me tallje, me ironi dhe me mos i beso këto. Kjo nuk edukon, kjo poshtron. Dhe në moshën e tretë, dinjiteti është më i rëndësishëm se korrektësia e informacionit. Rezultati është i parashikueshëm. I moshuari nuk të dëgjon më, jo sepse nuk kupton, por sepse nuk do të ndihet i paditur në fund të jetës. E gjashta, interneti si rikthimi i ndjesisë së kontrollit. Kur përdoret drejt, interneti është mjet fuqizues. Pagesa online, informacioni bazik, komunikimi i pavarur, një ndjesi e vogël autonomie që ka efekt të madh psikologjik. Shumë simptoma depresive në moshën e tretë lidhen me humbjen e rolit. Interneti, sa do paradoksal që duket, a i kthen një copës roli mund të bëj vetë. Dhe kjo është terapi më vete. E shtata, varësia që quhet kohë e lirë. Të moshuarit nuk thonë jam i varur. Thonë, çfarë të bëj tjetër? Dhe kështu, rëshqitja ndodh pas zhurmë. Video pas video, koment pas komenti, debate që nuk ndryshon asgjë. Ky nuk është argëtim. Është shmange nga mendimet që bëhen më të rënda
kur heshtja zgjatet. Dopamina nuk një mosh, vetëm justifikime. E teta, ankthi ushqyer artificialisht. Një efekt shumë i zakonshëm është rritja e ankthit. Shëndeti, siguria, e ardhmja, fundi. Interneti i mbledh të gjitha dhe i shërben si menu ditore. I moshuari nuk ka gjithmonë filtrin për të thënë kjo nuk më përket. Dhe kështu trupi fillon të reagoj. Frikë, tension, pagjumësi, jo sepse di shumë, por sepse di gjëra pa kontekst. E nënta, çfarë funksionon realisht? Nuk funksionon ndalimi, nuk funksionon tallja, nuk funksionon unë e di. Funksionon shpjegimi ngadalt, shembulli konkret, respekti. Të moshuarit nuk kanë nevojë për leksione, por për orientim. Jo çfarë të besojnë, por si të dyshojnë. Dhe mbi të gjitha kanë nevojë të mos ndihen budallëj në një botë që ndryshoi pa i pyetur ata. Rrjetet sociale si skenë morale, kur gjyshi bëhet gjykatës publik. Rrjetet sociale për moshën e tretë nuk janë thjesht hapësirë komunikimi. Janë skenë morale, një vend ku rregullat e vjetra përplasen me sjelljet e reja dhe kur dikush duhet patjetër të thotë kjo nuk është e drejtë. I moshuari nuk pyet në Facebook për argëtim të lehtë. Hyn me etik, me parime, me bindje se bota duhet korrigjuar dhe kur sheh një video, një sjellje, një veshje, një fjali të gabuar, ai reagon menjëherë. Jo sepse do konflikt, por sepse ndjen përgjegjësi morale. Psikologjikisht kjo është shumë domethënëse. Mosha e tretë humb gradualisht rolet sociale aktive, punën, autoritetin institucional, ndikimin publik. Rrjetet sociale ja rikthejnë një rol të vjetër, por të modifikuar, roli i gjykatësit moral. Një koment nuk është thjesht koment, është deklarat vlere, është unë ende kam çfarë të them. Dhe kjo ndjesi është jetike për vetë vlerësimin. Ironia është se rrjetet sociale nuk funksionojnë mbi moralin, por mbi reagimin. Sa më i fortë gjykimi, aq më shumë shikime. Dhe kështu i moshuari shpërblehet jo për mençuri, por për ashpërsi. Këtu lind një paradoks psikologjik. Sa më shumë përpiqet të ruaj vlerat, aq më shumë futet në një mjedis që i banalizon ato. Debatet nuk mbyllen, argumentet nuk dëgjohen, por reagimet vazhdojnë. Dhe kjo e lodh emocionalisht. Shpesh familja e sheh këtë si ankesa kot, negativitet, mërzitje, por në fakt është përpjekje për kuptim, për të vendosur një rend në një botë që duket gjithnjë dhe më kaotike. Problemi nuk është se i moshuari gjykon. Problemi është që rrjetet sociale e nxisin gjykimin pa reflektim. Nuk ka dialog, ka duel, nuk ka nuanca, po pozicion. Dhe pas çdo komenti të ashpër mbetet ajo ndjenjë e njohur. Lodhje, irritim, boshllok. Sepse morali, kur shndrohet në spektakël, nuk qetëson, konsumon. Në fund rrjetet sociale i japin moshës së tretë një mikrofon, ku nuk i japin gjithmonë dëgjues. Dhe ky është një nga zhgënjimet më të heshtura psikologjike të kësaj marrëdhënieje. Dhe si përfundim do të thosha, interneti nuk e prish moshën e tretë, e bëri atë të dukshëm, i nxori në sipërfaqe vetmin, frikën, mallin, por dhe humorin, kurreshtjen dhe dëshirën për të qenë ende pjesë e botës. Problemi nuk është se gjyshi është online apo gjyshja. Problemi është kur askush nuk është ulur me të pa telefon në dorë. Dhe ky nuk është problem i teknologjisë. Është problem njerëzor. Miq, këtë do të thosha në këtë video. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të parë videot që unë hedh her pas here. Dhe deri në videon tjetër, mirë takofshi.